nuk do të largohemi nga pjesa artistike e muzikore, sepse Ledri Vula ka festuar ditëlindjen e tij të 30 në një hapësirë familjare, mes miq, një parti organizuar enkas për të, mirë po, kamera nuk I mungoj. Është koha të shkojmë të shohim në Ulqin se si festoi të 30-tat e tij Ledri Vula. Shot me one time, bang, she shot me 2 times. Bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Ledri Vula, emër ky me peshë të madhe në skenën muzikore. Prezenca e tij prej shumë vitesh para publikut, këngët hite, afërsia me fansat, senzacioni I gjeneratave jo vetëm të reja, por edhe më të moshuara. 10 koriku për Ledrin këtë vit ishte më I veçanti. 30 vjetori I tij I lindjes u prit me një fest madhështore që ju bë surprizë nga familja. Vendlindja e Ledrit është Prishtina, por Ulqini gjithmonë ka qenë shtëpi e dytë për të. Të ftuarit enkas për këtë surprizë ishin familjarët, miqt dhe bashkëpunëtorët më të ngushtë të tij, të cilët u vendosën në hotelet Petriti dhe Mediteraneo në Liman, duke vazhduar në vend takim në pazar, ku prej aty me një transport të organizuar, u nisën drejt vilës gjigante që po I preste. Familja Resulbegu janë antar të afërt me familjen Vula, andaj dyert e kësaj vile u hapën për të ftuarit e Ledrit. E dekoruar enkas për reperin Vula, në balë të vilës prezantoheshin foto nga momentet më të veçanta të Ledrit. Këtu, ku një organizim surprize ju bën në mes të Ulqinit. Nisur të darkoj me familjen dhe të dashurën Adelën, Ledri sa po hyri në villë u habit nga pritja që ju bë. Ashtu si që do Randi, a I përshëndeti një nga një mysafirët, duke u përcjellur nga kënga e ditëlindjes. Më pas, këngët tjera u kënduan nga këngëtari Nadi, DJ Gramoev dhe Çaça Tarabukat. Special kishte ardhur edhe muzikanti nga Afrika. Era I Strefi, Chaos, Lyrical Son, Capital T, MC Kresha, Gjiko ishin disa nga emrat e njohur të estradës nga miqt më të mirë të Ledrit. Si fenomenin Era e kam afër vetes, Era kam knaqësi që mi bashkë. Gjithashtu e dy fesht është knaqësia, kam marrë shumë malli për ty. Era, sonte jemi tek ditëlindja e 30 e Ledrit. Për ata jetë. Wow, po, për ata e mësonte, Ledrin e du shumë, e kom si vlla, jena me një ekip, edhe ma merë menja që jena ekipa ma e mira najherë, se funksionojmë shumë mirë, I nimojmë shumë njëni tjetrit, edhe sonte jam vish për Ledrin këto, ja uroj edhe 100 e ne jo probleme, po fjetë pjumë të rarë. Unë sonte po I mbledhej prej secilit, nga një mesazh apo nga një pyetje për Ledrin, edhe në fund Ledri përgjigj. Pyetja, hajt qep e pës Ledrin, se dia kish pas qef më përgjigj sa I pyetjeve që edhe sa e kim plan me bo muzikë. Edhe sa e ki plan me bo muzikë. Interesante, po nuk e lënë muzikën, më doket. E kalon një herë, s'po ti ajlem prapë, që ata u bona kurios. Okej.
Zamër, e di që ty vish fri pati e mbara, shëndeti mas pati, sepse sukseset e tuja po i shërojmë se të dhe i shqiptar. Faleminderit shumë, vjen mirë për ty që pëthu këta, për keq që e thojnë, për keq që më suportojnë, i du shumë krejt, edhe mos të arroj në i serat e mi. Ka një pyetje për Letri, po, se Letri ka më përgjigjë në pyetjet e juja. Okej, Lumi, cila pyetje? Sa e ki numrin e telefonit? Sa e ki numrin e kamës, vali? A e bojla një selfie njëri. Qka që? Kon e ki producent? Kon e ki shukuruk? A kimi rrit flokës? Edhe fundit! Ja ardhë për Prishtinës eksa për 30 vjetorin e Letrit. Qa me thonë, urime ditëlindje në Letrit, jena ardhë më knaq, jam shumë i lumëtën që të zjagjerje ka bo një loj bevasije të tillë edhe si e kena morë vesh i dini nga konë shumë entuziast për me bo një gjithë tillë, jam shumë i lumëtën që jem këto. E di që atmosfera është në koll? Po kur jenë miq të mirë njerëzit kanë shumë që me zvete bashkë, shka pritë tjetër, pos një atmosferë jashtëzakonshme si kjo sonte. Krezha, se cili prej juve më vyn ka një pyetje për Letrin. Okej, Cila është pyetja? unë ty me ta bo një pyetje për Letrin. Për Letrin. Po, më kënë gushtu. Cëllë e klubi favorit i futbolit që e dënë Letri? Ja ku më rutit lindjen, happy birthday kampion. Se është një kampion i vërtet, është nishi për punën që e bën. Cila o pyetja jote për Letrin? Se Letri ka më përgjishëm pyetjet e juja. Hajde, qelu! Kur martohet? Kjo knasia më madhe e sezonës tem për këtë verë, që jemi bashke dhe jemi me njerës më të dashtun të Letrit. Kemi knasi që jemi të shoku jonë maj miri, për ndryshe edhe kingu i estradës. Veç që uroj gjithat mirat Letrit, inshallah vitin tjetër edhe ma shumë. Kjo është një ndjenë e pa përshkrueshme ku jemi sonde të festudit lindjen e Letrit, e ka meritu. Ku s'mujte me shku Parishulli atje në mes, dikonde edhe ma mirë i shkonë. Nadi, cila është pyetja jote për Letrin? Kur do më martu vla, ja vë një dasën të madhe. Ja urojna Letrit shumë ditëlindjen, i bodh 100 vjeç, edhe pak është koha jonë për me arktu ato për ditëlindjen e tina që ka i bodh 100 vjeç Letri. Lart prej kushtit stilist të Yllkës? Unë Flok të kështu janë dreqi, për ndryshe Yllka për kujdeset për veshën time. Peshini sa i shkukur këtë Jeni dy të bashkë këto, jemi për 30 vjetorin e Letrit. Qëre. Okej. Cili është yrimi ju? Qka? 30 vjet Letri. Pëlqeni jemi për të. Mas po që i ju i na diqysh. Ja uroj kitë më të mirat e botës, që ja ku më rusët vini mesazh fantastiko shkencor, se këna na dë një farë fjallori shumë të komplikuar. I uroj ti për suksese, edhe s'po dyshoj normalisht që dhe si vjetë, veç ja ka njës para ditëlindjes me shpërthyme plot spote dhe video, dhe ka projekte të reja ti për të mira, cilat i uroj mi u publiku që ashtu që shko qefaj mas mjetin botë. Ja, ki folë mira. Unë s'kom qa mi uru suksese, se sukseset e ti na po shion, veç le të vazhdojnë që ashtu, edhe 100 vjetë tjera. 101, se 101 probleme, edhe tak 101 vjetë. Edhe 100 vjetë tjera, që i bjen 130. Se cilit prej mësaferve sonte të Letrit, po du me ju marrë ka një pyetje për Letrin. Edhe në fund Letri përgjigjet. Cila është pyetja? Okej, pyetja jam është, a ke vesh naj sen që unë ta kom kep edhe s'ka pëlqyve që ke vesh me ma po qefir mu?
kur do me ardhë vlla në Sarand të shtëpitë tona atje mu kënaqë si vjetë. Që kjo është pyetja e Pyetja. Kur e di përgjigjen? Kur kryet sezona. Ledri urime ditëlindjen. Have fun. Nora ardh prej Gërbetit veç për Ledre. Nora ardh prej Anglisë për Ledren. Për Ledren. Që Ledri duhet jetë i lumtur sepse ka një karrierë të mrekullueshme, ka miq shumë të mirë, një familje po ashtu të mrekullueshme. Edhe ju uroj në këtë 30 vjetor që të ndihet më mirë se sa që është ndjerë ndonjëherë. Kjo fest justifikon gjithçka. Ledri është artist i mirë, por mbi gjitha është njeri i mirë. Edhe në këtë botë kemi nevojë mbi gjitha për njerëz të mirë që dinë të bëjnë njerëzit bashkë, edhe që dinë të përcjellin dashuri. Unë e kam Gjanë, e respektoj si artist, po edhe dua si njeri, sepse siç të thash është njeri që përcjell pozitivitet. Edhe për këtë i them edhe 100 Ledriu, edhe vetëm gëzime pat dashuri. Cila pyetja për Ledrin prej teje? Pyetja. Kam shumë A është depiluar në njerë komplet, kështu brazilian të... Muzika po vazhdonte, atmosfera sa vinte e nxehej. E djali i ditëlindjes Ledri po e shijonte në maksimum. Po të thëmë kështu edhe televizion vëllashka. Urime, inshallah, edhe shumë vite tjera, të lumtura me plot njerëz që dojnë edhe të rrethojnë. Faleminderit shumë Lovi, faleminderit që ke ardhur dhe krejt tjerë që kanë ardhur. Unë ditëlindjen, gjithë jam pa disponim për ditëlindje dhe kur se festoj hera por njët që pe festoj ditëlindje, faktikisht po ma festojnë, edhe ju më ka njëna tepër mirë. Atë ka shku mendja diçka gjatë ditës, për shembull, që ka me po diçka më e madhe. Jo diçka që shtu, vësh djes kom pas as torte, as kur gjës, mas 12 qëtë, vësh ma urun ditëlindje, haj faleminderit, haj ta po flejmë. As shokë s'ma kanë uru, edhe thash, dëshysh, a vëdhem pak, jo s'mu prish disponimi, po... Edhe, mas nej, kur erdha këtu... E pom kur erdhe. Është interesant se 3 herë së gjatë ditës ka shit agroni, po ti se ke vrejt se e konë telefon. Pse që ka thonë? 3 herë nga te e ka volë, të parkingi takohemi, nora 8 ti në telefon një konë dhe prapë. Shpar, bovi. Shumë që e të regova ka. Ledri, është ndjenje mirë, mi mbush 30 dhe mi pas gjithë këta meqë. Mishte tu sonte kanë polë shumica për ty edhe e kanë ka një pyetje për ty. Për shembull Era, një mikeshe jotje e dashur, shumë që dën shumë edhe tha si vëlla e kam, tha, një herë ka lënë muzikën, a ka me lënë mo muzikën? Muzika, jo mëre, pse me lënë muzikën. Jo, po mënoj, nashta vjen një kohë kur se bën me të njëjtin intensitet, po me asnjëherë me lënë muzikën, nuk ka diçka që e lën. Nuk e di, 1, 2, 3, 4 veta veç darsëm kur, e që kam la njëna për shtypje ma shumë ti, që tarabukat kur masa dhe i thanë kreta, hajde vëllotet martojnë, dha se u mëtën qikat, kështë të ta merë njënë. Mo, po darsma është nësani bukur, darsma. Fmit, me bo fmi, jo nësani bukur, po është arti maj madhë njët me kryu familje, për mu. Se kom qunë menë, mone, me djeni të ma njëllë diska stipse. Veç jo, si kom njerë jom shumë i fokusu në muzikë, përse bëhet qatë bëhet kur të bëhet, njerë jom në muzikë. Këta tut, kompania, jo, s'pak, kompania jote, komplet këta ekipi. Ta krejt kam bu fmi. Jo që kam bo, jo, këta s'kam byt lidhje me martesën, po këta nuk e di asë si mojnë men bytjet, se tëmë për njëre, edhe krejt me olurima me sende. A kimi rrit plëk, njoni kush këndi ki producent, tjetëri kush është ma i boti. Producent e kom Big Bangin, ma të fortin, që mi bën kejtë senat mërën mas vetit. Menaxher e kom vlonë të endë madhë Faton Shoshi, që më rënë godi për kejtë senat, DJ e kom, London Vogel, Gramoefin,
Ekipën e kom shumë të madhe, Lumi, Vigani, Gjiko, Kresha, Festimi, Era, Mostfoli, Ena ekip shumë e madhe, se Mostelogër kom pa e përmen, Zokat I du shumë, Musën edhe Tahirin, që kejtë për shosonte, ekip shumë e madhe kanë ardhe dhe ka po është të sonte me neve, o knasha për vete, mësë mbo më pyte. Jo, edhe një pyte Ylka Brada. Ylka Brada. Edhe Ylkën e kom si zamër. Da, a I kivesh na herën a I tesh temen, që s'ka pëlqy heq vish me ma bo qeni. Mua, jo, thuj, kur s'm pëlqen diçka se vesh, kështë qa kom vesh, jo garant, për 100% ka pëlqy. Lashko gëzuar, nuk po bëj më pytje, përse këna që deri në maksimum. Unë një pytje për ty. Po, hajde. Për na e bën ti një klins. Gëzuar. Së shpejti. Go all the way up. Go all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Me mund YouTube videa. Spëlloj se gjenetet së cia. Me sa talë shumë bateria. Zlak, rutullu. Edhe torta nuk mungoj, atëherë kur në skenë unë gjetën më të përzemrit e Ledrit, gjyshja dhe prindrit. Shumë fort për tokëni. Pasha familën, pasha që atë gjeri në angronin, që atë edhe gjyshen. Fajnderi ma shumë të mbot që kemi arë, ma keni bot ditët, ma të veçantë. Na e një që e kom pas, s'ko ma arru kur, 50 euro për shëndetja. Fajnderi shumë, o precisë. Djali jem hip-hopi s'ja ka nisë me ty, as ka me përkundu me ty. Ja ka nisë edhe me disa njerës tjerë, njeri për ty në ka pas me qenë këto, Besniku I 2x2 edhe aj sot e se s'kon ditë lindjen, I mush 14 vjetë, urime Besniku të 2x2, edhe urime të gjithë ju, kur do që ti keni ditë lindjet, se ju du shumë, se ju kom si e vlada, Ledrit I dëshiroj atë që është, vazhdojnë me qenë aj, një djalë shumë I sjellshëm, një djalë shumë I njerëzishëm, një djalë që është për lakmi, jo vetëm për nanën e për babën, po edhe për gjyshit e vetë. Për I mnesh zemra madhes, për rrofsh 100 vjetë dhe suksese. Gjithë kjo surprizë organizuar deri në detajin e fundit, deshi kogja kohë për të përgatitur. Gjithë taj musafir, në shpe, është pak e vështirë. Gjaja ma vështirë që ka qenë to, se kam qenë 2 anë. Edhe me hotel, edhe me shpi. Kishte qenë veç me shpi, kishte qenë asnjëfar problemi. Jeni rujt dhe çdo minutë, çdo sekond mos me vrejt letër I kur gjohesh. Po, tash një muj, Gjeri më ka nap shumë da opione me bada gjana tjera. Kja ka qenë ideja jeme, ja kam propozu, një kështu mu me ta ba, shiko, a dan as don, I ka pëlqy shumë, tash një muj në të organizu, edhe Ledri nga ka thonë sonde, se kur gja, heq s'ka dëshu në këtë gja. Ledri është da, I kënaqur, perfekt, po njëhet, kur ma I lumë dhe mund Po, shumë. Unë po të falenderoj,
Përzamërsisht, faleminderit shumë për gjithë këto që e keni faktikisht po e shënojmë ditëlindjen e Ledrit 30, po në anën tjetër juve si familje po që të shnetën në gjitha të mirat, po edhe në anën tjetër me hotel, inshallah funksionon për mrekulli. Shumë faleminderit edhe faleminderit që jeni sonte prezent gjithë ju. Edhe shikuesi po e tham, pjesën hotelin ku e kanë këta, plazhat ku janë sidomos këtë pjesë tulqinit mbrapa Kalaz, janë po të shfrytëzume. Uji është për mrekulli, kështu që ju që s'keni vendos, mrenda mujit gjithë shka kryet, për ju propozojmë hotelin. Hajdeni me kalu që u shdoni për mrekulli. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Lavi. Si mu prej me brisk, energji kenan me disk. 30 vjeçari me sukseset të 300 festoj deri në orët e vona të natës. Numri 3 si duket është me fat për Ledrin. Kujtojmë se këtë vikend reperi publikoi 3 bashkëpunime që u pritën shumir nga fansat e tij të shumt. Ledri, urime edhe 300 të tjera. Mos ik po du me t'ma